Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do të flasim se si mund të ndërtojmë një saldatrice për bateri lithiu nga një transformator i një furri mikroval ose microwave. Kur ta hiqi transformatorin nga furri, ai do ketë edhe një bobinë të tjetër si punë e kësaj këtu, një përshtillim me tel më të hollë. Do të ketë dy domethënë. Një të trashi shqiptuar që na duhet neve, edhe një bobinë të hollë. Pastaj do të aprisim me një sharr, me kujdes, sharr hekuri, pa dëmtuar transformatorin poshtë. Edhe nga krau tjetër, edhe pastaj do ta godisim me një hekur. E supozojmë se kush hekri që këtu, e në tjetë qikë në gjatë, dhe të këtu, avash që ta hiqi telin pa dëmtuar të këtu. Në rregull. Pastaj do na duhet një kabull. Ky është 8 mm që kam gjetur, nuk po nuk gjeta tjetër. E mira që ta gjeni dhjesë me fije të holla këtu. Se ky është çik vështirë për të kthyer. Okej. Na duhen 3 rrotullime ose 4. Se kjo nuk mban më shumë efekt, po që teli me i trash. Do ta kthejmë avash. Te do ta llogarisi që këto majat këtu duhet mos të dalin këtej në kjo, ku do hyj korrenti në rrjeti elektrik, dalin nga krau tjetër. Do bëjmë 3 rrotullime. është qik i egër për fatikisht. Unë e vura këte, se shikoni ka marrë 3 rrotullime. 1, 2, 3. Në përgatitur edhe një kuti dhe kam lidhur po thoshe më shumë a gjysmë. Kam bërë edhe një çelës këtu për të komanduar këtë, do ta shpjegoj më vonë këtë. Kam përgatitur edhe këto, që të përdojmë për bateritë. Që të shpjegojnë që klidin. Na duhet një fish, këtë mund ta heqi nga ndonjë hipolegjisti ose nga ndonjë kompjuter ose nga ndonjë shishevi tjetër. Duhet edhe një çelës me 6 dalje. Korrenti tani vjen dhe hyn këtu, vjen nga priza.
Edhe hyn këtu. Këtu dalin 3 fije. Ky është tokëzimi. Kjo është faza. Që këtu. Kjo është faza që vete këtu në mes. Duke të be. Natë. Edhe ky është nuli, që vjen nga këtu, vete edhe këtu në mes në krahun tjetër. Pastaj kur takojmë Celsin, këtu, korreni nga këtu del këtu. Faza vjen këtu. Pastaj vete te Celsi këtu. Te kjo, falni, te Celsi po. Që në duhet për komanduar transformatorin. Vjen te Celsi, vjen këtu, edhe pastaj vete këtu te transformatori. Dhe t'i lidhim. Vete këtu. Edhe bujët e. Ta shpjegoj edhe një. Kur jeni nga priza vjen këtu, futet e kuqja dhe e blujta, nëse tokëzimi lidhet me këtë. Vete te Celsi mezi. Kur takojmë Celsi shtash, kur jeni vete këtu. Nga këtu, vete tek Celsi. Të krija, që do komandojmë atë, tek Celsi, te transformatori, edhe del prapë të rrjeti elektrikë, me blujta. Ok, nëse te, si shtas da lidhim këtu të kjo. Është shumë e thjesht, nuk ka në gjendë në likuar. Të lidhim një këte tokëzimin.
Ju vjen me I ka pak lartë. Kjo është e kutia. Tash I të lidhim dhe të kamë këtu. Kjo është e thjeshtë, po mund ta bëni edhe më të shumë. Kjo duhet nxjerrë rreth 3 volt. Dhe ta masim edhe një herë. Siç u thash, për të komanduar, për të komandoj me 300 këtu janë. Mos e do të është 3.2 volt. Nuk di se duket aty. Kamera. Ta provojmë një. Ne ta provojmë me një llamarin. Më të hollë. Kjo është 0.2 mm. Është shumë e hollë. Ne ta provojmë me të. Shikoni dhe juve.
E gjeti shumë mirë. Ta provojmë në krahun tjetër. Nuk duhet ta mbani shumë nëse bateritë nuk durojnë shumë nxehtësi. Këto janë shumë të rrezikshme. Po ja u them edhe këtë, na për një të përburi këtë. Keni kujdes se bemba këtë mund të shpërthejnë. Andaj duhet një kujdes shumë i madh. Se mbani shumë në me. Qëve? Jo që kam berën këtu tani, këto janë lidhje paralel me fjalë. Nuk janë lidhje në sheli. Këto japin 3.7 volt. Nëse bateria ka 3.7, japin 3.7 volt. Ajo që ndryshon këtu është ngrihen ampert. Nga 1.5 që mund të jetë njëra nga këta, amper, ose 2, vete 3 amper, ose 4 amper, me këtë lidhje. Por do të keni kujdes se bateri duhet një lloj volt edhe një lloj amper. Se ndryshe fortësia nuk i njeh, edhe karikusin me fjalë, se thash fortësia. Nuk i njeh edhe nuk i karikon, në qoftë se kanë voltazh të ndryshëm. Në rregull? Nëse doni t'i bëni për shembull 1.5, mund t'i lidhi me fjalë minusin këtu me plusin. Këtu. Pastaj vazhdon këtu. Duke kthyer plusin poshtë. Kjo do ta ngjisni këtu pastaj, jo këtu lart. Të bëni me qartë shkutër. Sa të mundroni bateritë, mund të bëni çfarë doni me këtë. Vetëm po u them edhe një herë, duhet kujdes shumë i madh se këto lloj bateri shpërthejnë. Nxjerr jashtë mase. Mirë, kjo ishte videoa. Ju falenderoj për shikimin edhe mirupafshim në videon tjetër. Qofshi mirë e mirupafshim.